Kushdo që e di se si funksionon politika botërore, e di se pothuajse asgjë nuk është aksidentale dhe se rrallë ka një drek falas. Është shumë e pamundur që rastësisht të vinë akuza nga Moska, tani që industria ushtarake serbe po furnizon me municion e Ukrainën, edhe në këtë mënyrë po përpiqet ta qelloj Rusin pas shpine. Mesazhet vinë në fund të muajit gjatë cilit presidenti serb Aleksandar Vučić vizitoi Moskën dhe gjatë të cilit marrëveshja e gazit me Rusin zgjatë edhe më tej, por vetëm për 4 muaj në vend të disa viteve. Se çfarë është e vërtet në lidhje me akuzat ruse për dërgimin e municioneve nga Serbia në anën ukrainase, do të përcaktohet zyrtarisht nga grupi i punës, i cili u formua nga Beogradi dhe Moska. Por e gjithë kjo histori ka dhe një aspekt më të gjerë, sepse hidhet dritë mbi përpjekjet e përjetshme të Serbisë për të balancuar midis lindjes dhe perëndimit, për të cilin qeveria serbe është kaq krenare, duke theksuar rregullisht faktin se Serbia nuk vendosi sanksione ndaj Rusisë, pavarësisht presionit të fortë perëndimor. Këshilltari i lartë i fondit ISAK, Marko Savković, tha për median serbe NIN se është në fakt një surprizë që gjitha kjo, pra mesazhet e dërguara së fundmi, nuk ka ndodhur edhe më parë. Kurse ish diplomati Srećko Jukić u shpreh se ka patur reagime të ndryshme nga Moska për këtë çështje, por kjo tani është një goditje e rëndë për Beogradin. Kurse analisti ushtarak rus Aleksej Leonkov, duke folur për eksportin e municioneve nga Serbia në Ukrainë, u shpreh se situata në Serbi nuk është e thjeshtë dhe se ka qarqe që janë në favor të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe se kompanitë dhe strukturat shtetërore që merren me eksportin e armëve nuk e informojnë kreun e shtetit për atë që po bëjnë. Në fund është interesante që njoftimi i ashpër rus për Serbinë erdhi pikërisht në momentin kur në Moskë po mbahej forumin ndërkombëtar i sigurisë, ku mori pjesë dhe zëvendës kryeministri i qeverisë Serbisë Aleksandar Vulin, si dhe presidenti i Republika Srpska Milorad Dodik.